Rame, kishe pyet ku o Luli, ja me ku e ke Lulin? Me Oriola Pampurin, me Demokratët e Euroatlantik, në Alidem jemi. Takim për zgjedhjet. Sot kam qenë Shkodër, dje në Tiranë me kandidatë tjerë. Këtu jemi më Rame. Po ti ku je më Rame? Më kanë thonë je fut me i bodrum. Edhe thret njerëzit ju bo rreshtore aty. Ku je më Rame? Ja ku e Luli. Ec më Rame, dil nga bodrumi. Mos rri bodrum, pse ke frikë më Rame? Hajde dil në debat tamam, jo të i bo rreshtore varësve tu. Po prapë për gjumë është ti mër burë. Po si mër pyta unë për ty, kur ti më qove video. Vetë ma qove, o Rame ku je, o Rame ku je, i madhje. Ti në listë hapur, i fortje, bravo, po i shalë për ta beson njëri këtë, atë halga mu, mër lull. Nuk i kuptot do ti ata që si zë gjumi, jo, që të themun ty. Ti ke lind me këmish nade, mërla. është i dashuruar gjumi me ty, nuk të ndahet, kurse una nuk ndo hiq gjumi, jo. Dua Lulin, thot, dua Lulin. Në fakt, është edhe për qarë, thonë sa dhe për qeshër. Unë them që është vetëm për qeshër. Kë pjesë ka filluar një sturi shumë e bukur, ka filluar një rilindje, në një kuptim tjetër, një dimension tjetër, dashurie midis Bashës dhe Ramës, por, me sa duket këta të dy, po japi një lloj note më të gëzueshme zgjedhjeve. Pra do më thënë, në fakt, doktori nuk po di si të përshtatet. Do më thënë, mundohet të thot gjëra, pse qesh ka mu që, mundohet të thot gjëra alarmante, por këta të dy tani, me vesh, apo s'me vesh, apo duan të doktori akuzërën, në fakt, gjatë apin dhe doktori se është shumë interesant. Doktori tha që ta të dy tha, kanë bërë marrëveshje me njëri tjetrin, për Rama me Bashën, në mënyrë që të eklipsojnë atë temën që kishim në pak sekonda më parë, për rastin Veliaj. Pra këta të dy tani njerëzit merren, se njerëzit qef duan gallat me politikanët në herë, edhe merren me këtë prit një sekond, me jep dhe 10, të shohin sa thot doktori për këta të dy. Dhe pastaj kthehemi në panelit dhe diskutojmë. Një i til tani me Lulzim Bashën. Zotë ja u shtoftë. Qa do të nimoj Bashën, e ka një i dil tani. E ka, a di që bën apo jo? Manjak. Merë studiot nëshme në telefon e u thotë, mos më harroni atë komunikimin që kam me Bashën. Se do të mbuloj këto të gjitha, do të mbuloj me fasadën Basha. Do të mbuloj fakti që s'pra qëtë as një program, as kërkum. Vetëm nëzjerë një pashaport nga xhepit që ja kripen në Bruxelles. Po punon zoti Rama për të nxjerrë deputet në Tiranë zotin Basha, po thoni? Po e përdor, po e keq përdor, kaq them unë. Gesona, qa po ndodh? Po duhet me folë seriozisht për të çështje tani? Si? Duhet të flasim seriozisht apo me linjë këtyre? Ajo është zgjedhja jo, dhe unë flas seriozisht, se britanikët thonë, nuk ka gjë më serioze se sa humori. Tani, Ti tani, në... me këtë futen në xhep të armën britanike, Tani, ajo që po ndodh... Po e zëra të bësh humor të zi, si s'bën britanikët, bëhe. Të qeshura më të mëdha se të shkaktojnë ata dy nuk mund të arritë të krijojë, kështu që ajo që po ndodh është e dukshme, Rama dhe Basha. Politike më jep ti mua. Rama dhe Basha, të dy me njëri tjetrin po bashkëpunojnë. Kjo nuk do të thotë që të dy kanë një pakt të dakordsuar, por në distancë po përdoren një top që po e gjuajnë me radhë njëri tjetrin, po triblojnë me njëri tjetrin. Ku të dy besoj që po fitojnë nga pak pikë dhe i humburi vetëm është Sali Berisha, i cili është jashtë fokusit, i cili po goditet, sepse Rama në mënyrë të qëllim po projekton Lulzim Bashën si një opozitë reale, po i thot demokratëve, po doja 2021 ishte më e mira që ju kishit, ajo që është sot nuk është gjë, nga ana tjetër Lulzim Basha është duke u argëtuar se ka njëri që nuk ja varte kërkush, sot merr miliona klikime në ato videot e tij nga krevati, me 2 palë pijama veshur, me një nap me dantell mbi krevat. Se ka marrë vërtet miliona klikime? Po, Lulzim Basha ka marrë 2-3 milion me këto video që bën për kryeministrin, që kanë qenë janë tërësisht jashtë rutinës së zakonshme të klikimeve që ka pas zoti Basha që s'ka patur fare. Dhe siç ka thënë Rama që ka vënë kapak me këtë histori, Lulzim Basha për mua është një punë deri 11 maj. Pas 11 majit
të vazhdoj gjumin e verës. Kështu që në këtë mënyrë Rama po përdor Bashën për të hequr fokusin nga Berisha dhe për dekurajuar demokratët që janë te Berisha duke thënë. Me këtë gjithë thua ti do të thotë që Berisha është shumë i rrezikshëm elektoralisht dhe atëherë Jo, sigurisht që nuk është aq i rrezikshëm, por prapë është një alternativë konkurruese, nuk mund ta mohosh këtë domethënë. Duke faktorizuar Bashën, duke krijuar një ide që opozita reale është ky, praktikisht ai dekurajon ata pak demokratë. Se bën me Lapajn këtë, se bën me Shehajn. E para duhet dikush që ta mban lojën dhe të ketë një gjë e besueshme. Ka një skenar mes dyve. Ka një historik bashk. Ka një historik, ka një natë që kanë kaluar bashkë të dy, ku numërojnë kush piu cigare më shumë se tjetri. Pra ka një histori, gjithmonë është folur për një flirt mes të dyve. Kështu që ka bazë kjo histori. Me Lapa do ishte një gjë false dhe po të ndodhte. Me Bashën, se Basha ngjatet se gjysmë idiot me këtë gjë që po bën. Domethënë nuk është ka një kategori që argëtohet qesh Samir, ka një kategori thotë çaj gjë që është ky se nuk i shkon ç'a bën kështu. Pra, i ka të gjitha elementet e intrigës së brendshme që duket i klikueshëm edhe një lojë interesante. Dhe për momentin është dueti ose seriali më i ndjekur në mediat sociale. Po kisha vende që të ketë ti, unë them që të thoja, pa bëj kështu si që ta them dhe unë. Do thotë që mi fituar i këtu është Basha, jo Rama. Ose janë win-win të dy. Por do gjetë disa arsye më shumë që është Basha i fituar. Po i fituar i përdorur? Nuk është i përdorur, ai po përdor Rama, Rama po përdor Bashën, na është reciproke. Ata janë shkëmbime si privat për qeverisë. Gjërat kështu. Unë thashtë dy që fitojnë, nuk thashtë unë bet dikush për Berishës. Tani më fal, ti di shumë mirë që Rama ka përdorur Berishën dhe Berisha ka përdorur Ramën në zgjedhjet e para që u bën Shkodër. Apo jo? Pra, u hap krau që të fitonte Spajia. Për të marrë frym. Jo, për të marrë frym Berisha që ta hante Basha. Pa tjetër. Tani, merë frym Basha që ta hajë Berisha. Por nga ana tjetër, të dy kishin nevojë për mbështetjen e Ramës. Kjo është lojë e. Kjo është treshe pa parë. Po flasim për të njëjtën gjë pa hequr asnjë nga Bilardo çu karambolti. Nuk kam lutë fatkeqësisht gjë i poshtë. Po karambolu dhe i bie njëonit që ta hajë tjetri, domethënë. Çfarë po thoja unë? Është studiuar. Çfarë po thoja unë? Jo, po thoj që po përdoret. Të dy po njëri tjetër, po ka shumë njëri tjetër. Dhe ne nuk bëhemi me Lapaj, nuk bëhemi me Shaban, nuk bëhemi me Shej. Ne nuk merremi me qeverisin e Ramës, me alternativën e opozitës Berisha për Bashës, po merremi asi me Thelbin. Ata dinë shumë mirë që buk dhe cirk, thoshë Romak të lashtë, është mjaftueshëm për një popull të mbajtur në populli Romak, e asaj kohë kështë 3.000 vjetë për parë, dhe në atë nivel jemi. Nuk ndryshon popull. Metodat. Jo është tani debat metodat. Atëherë Karamuçu se ishte e studiuar skema? Është një skeme e studiuar. Unë i perceptoj këto të që thjesht... Ti nuk merresh me politikë, strukturalisht. Mua më pëlqen kjo. Shiko... Edhe mua më pëlqen. Mua më pëlqen shumë. Si mënyrë debati edhe shkëmbime të pikpamjeve, po i ka kalu më shumë personal, dhe dishë më shumë politike. Tani ka këto politike, këto ditët e fundit, që unë kam bërë këtë, ti ke bërë këtë, unë NATO-n, vizat, ti do bësh pashaportën. Do më dhe janë ca gjëra që po futet si element për t'joshur zgjedhësit një mënyrë ose një tjetër. Debati ka hyrë dhe zoti Berisha, pra ne qesha që pari, se ka hyrë me video gogja simpatike edhe sot, pra po bëhet edhe i pjesë e këti triangulimit famshëm. Do dhe i vetë e kuptoj që s'mund... Po pra, që doli, po kjo është fushat totalisht amerikane. Fushata rrjeteve sociale, me këto memet e me gjërat, me ngacmimet nga njërë dhe poshtë brezit, janë tipike amerikane të fushatës fundit Trumpit, dhe më pra ne më kam pëlqyer. Domethënë, jemi në një fazë qik të gjeneratës së re, sepse me ato podiumet e fjalimet jemi lodhur. Më mirë kështu. Më mirë kështu. Po, me qenë, nga një kështu parastime dhe ta mbyllë. Absolutisht në këtë pistë, është një tipologji e re e fuqësatës elektorale, e pa njërë për ne... Po kjo latësivita ja ka dhënë edhe Bashës edhe Ramës, apo ka dhënë Berishës? Kopjuan direktët se janë? E kopjuan direkt, po. Rëndësi ka që këta e provun dhe në mënyrë posaçme Rama ka një mekanizm të tërë testimesh dhe merr sondazhet dhe kupton që në këtë fushë është një pistë e pranueshme për të. Duhet thënë një gjë që është një pistë që është e Ramës kjo. Kjo me batuta Rama dominon. Po ajo që është interesante, është që e ka profesori, po sot Berisha donte të futen loj. Pra në këtë loj, sot ka dalë Berisha. Edhe e ke parasysh ata filon të Matrixit? Ata syzat atje? A doli me syze? Sepse po vjen nga Napoli. Në Napol
në qoftë se do të qovë qëllim në Berishës, është i të mërshëm. është ajo gjë që ai nuk do të bëj kurrë. Sepse për atë arsye është karkuar, për atë arsye e hoqën njerëzit. Nuk e hoqën se bëri korrupsion Berisha. Po ajo gjuhë është gjuhë që nuk ta pranojnë qytetari më. Këtë gjuhë qytetari ta pranon. Ta pranon këndshëm. Me që kam pak kohë, arsyetimit sofistikuar nuk duroj në kohë, por më thonë që e kemi këtë sinkron e Berisha. Ta shohim mjesë në për të kurios gjithë. Qëse e kemi e fusim. Është i bukur? Berisha që për shtatet. Më thanë që e kemi. Qëse e kemi, fude. Nuk e kemi. Oke, pëse më dezinformone. Ska se do të vinë kohë. Bulim, e keni bulim në audio. E pyet Po? një gocë e forumit rinor, dhe ai ne jemi njëshë dhe pastaja vendos syzet e tjere. Po kryesore kush është? I gjenë të Facebooku doktorit. Kryesore është që në qovë se ka 2 ditë që po kritikohet, jo po bëhet loj midis njëri tjetrit, jo po duhet godas në të duhet godasen, sot e kuptoj që është një loj e cila po e modernizon fushatën. Po ka sukses. Dhe do të futet edhe Berisha në këtë loj, dhe shpejt do futet. Se pati dhe një skem tjetër, se e kuptoj dhe Çudi Fariut. Dhe Çudi Fariut. Po ai doli me fasule dhe me presh. Sa dha urdhë sot Berisha, se nëzori bojën. Edhe kjo është hartë, mërë. Dhe ta bësh këtë është hartë. është kulturë mbi gjitha. Jo çdo ignorant mund ta bëjnë gjithë. Nëse, unë mendoj që kjo është më mirë se sa ti bish të aponisë të ngrush. Relax është. Që bënde Rama. Relax, E kaluar shumë bukur se e ka relaksuar dhe vetin një qik. Puna është që ashtu Nga tabulinës për ngrush, se kjo, o, Lulo, ku je, bla, që është rritur zakonisht shumë klikimet për ta, për të dy, ë? Faleminderit që më dhe të drejt një herë. Jo, ku ke drejt këtë, kjo është fakt. Digjo, se tu ke klikimet ka i problem. E kupton si u relaksua edhe kjo tavolinë. Me që, për të marrë klikimet sot është... pozitive kjo lloj. Për të marrë klikimet është edhe e kollajshme sot, dhe mund t'hidesh nga dhe i vëndi lartë, dhe thonë mora klikimet. Zhej të shihje Bashën në krevat, 2:30 natës zgjuar, që bënde video për Ramon, ishte epike. Thyer Shmitin që Basha është zgjuar 2:30 natës. 3-4 ditë kemi këtë. Aq do jetë kjo, se do të riqen dhe do vazhdojnë për sëri. Deri në 11 maj të Rama. 3-4 ditë do vazhdoj kjo se... Jo, po ka një javë, Zhej. Jam pas të 2 pasionat. Do shofim kurrë. 2 pasionat. Kodi zgjedhor thot 30 ditë është fushata. Ata kanë filluar që në janar. Tani se di. Edhe i kryetari i KQZ-s duhet të bëjë një paralajmërim për këto sepse normalisht se e pyesin shumë. Jo, sepse ka dhe diçka në lidhje me kontrollin, se shkon shumë larg kjo histori. Cili Bashi thua dhe? Po, me atë që kemi kryetar KQZ. Cili Bashi çuni mirë për tani. Pandeve mbajnë aty së kontrolli i shpenzimeve të fushatave elektorate bëhet normalisht për detyrimin 3 ditor. Po ta fillosh që në janar, jo, kanë filluar në janar. Po ka shpenzime, s'ka shpenzime. Që këto vizitat, takimet, qoftë edhe me diasporën dhe me këto, janë të gjitha pjesë po shfrytëzohen burimet shtetërore nga njëra anë dhe me çfarë po financohen partitë e opozitës nga ana tjetër. Ajo është një diskutim krejt. Tani kemi thënë për barazi armësh edhe në garimin e konkurimin për zgjedhje. Është pamundur këtë barazi me një që është në pushtet. Dhe nga ana tjetër edhe Spaku po vepron, ë? Po i mban të gjitha shënim, se pastaj do thonë orë ç'na ndodhi. Spaku i mban shënim. Po i mban shënim realisht. Për Disin Rama Basha. Mendoj që kryeministri ka luksin të jetë edhe artist, edhe baba i kombit, jetë edhe kryeministër, edhe e ka këtë aspiratën për të bërë show me më të doptit. Pse them që e ka përdorur negativisht Bashën dhe e përdor Bashën si kundër asnjë kundërshtar tjetër politik, madje as vetë Berishën, sepse me Bashën mbylli çadrën, me Bashën shkoi dhe bëri krim brenda familjes në Partinë Demokratike. Kështu që Basha ka qenë gjithmonë aty i gatshëm për të shërbyer dhe për të kthyer tashmë edhe në Jokerin e Ramës. Ai nuk ka asnjë shëndet, profesor, nuk ka asnjë aspirat për të qeverisur nesër, Basha. Mo duk sigur foli Berisha, jo se foli gazetare investigative. Okej, nëse se kështu e mendon ti atë, po më duket habitshme. Që thosh për shembull që Rama po e përdor Bashën. Pse Basha s'e përdor? Po Basha është më i lehtë për të përdorur. Si për të përdorur? Për klikime? Ore, këta e futën në mes. Po Basha nuk është vota. Berisha me Ramën e futën në mes pa 2 vjetësh. Po nuk është Basha njeriu më i rëndësishëm në politikë dhe është kundërshtari i Ramës nesër zgjedhje. Në fillim kur është i papafillshëm është. Në fillim tani se ti je gazetare serioze investigative. Kjo është një sekond pra. Kur një mbeti vula Bashës, u tha që Rama ja la Bashës. Dhe nuk e Berishës vullën, se Berisha ka partinë, Basha ka vullën. Kur vulla kaloi tek Berisha,
thanë jo për ja dha ligji. Njëti ishte, atëherë do themi që prapë Rama, do më mendoj, ka influencuar, kur themi Rama, influencat, kanë bërë që t'japi Berishë, se s'gjodhi Berishët. Gjithsesi, Zhej, në fundit, këtu nuk kemi fare të flasim, këtu nuk flasim për politikë, këtu po flasim për humor zi dhe për tallje publike. Kështu që, për sa kohë të jetë kjo, Dakor. me të kënaqur njerëzit. Falenderoj shumë, të që një gjeziketa mbaron këtu, dhe di që keni shumë gjëra pa të thënë, po koha është ajo që është, dhe ne, shifemi në emision e arshëm, sigla.